I ftuar sot në emisionin Live from Tirana në Top Albania Radio me Ronaldo Sharkën, ish konkurenti i përputhen, Marko Musaj, komentoi dinamikat dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë së Big Brother VP Albania 5. Musaj foli për afrimitetin e Krusitës me banorët e tjerë dhe për marrëdhëniet romantike që po formohen. Ai theksoi se njeh Krusitën që kur ishte e vogël dhe është mik i ngushtë i saj. Për afrimitetin e saj me Kristin, Musaj tha se ka pasur mundësi ta vëzhgojë nga afër dhe e përshkroi Kristin si dik që po përpiqet të fitojë vëmendjen e Krusitës. E kam parë afrimitetin me Kristin. Kristi po përpiqet me Stelinën, Prikenën i ka ardhur radha me Krusitën. Po përpiqet e do kartën e romancës. Është elokuent. Krusita nuk e pëlqen, nuk është opsion, e njoh mjaft mirë, njoh shijet e saj, tipet e mashkullit që ka qenë më parë sepse kam shumë shoqe. Unë nuk mendoj që s'do shkonte as me Mateon, u shprehi ish konkurrenti i përputhen. Për te romancës, Musaj vuri në dukje se dinamikat brenda shtëpisë ndikohen nga lojrat sociale dhe mënyra si secili banor shfaqet para kamerave. Ai tha se përvoja e tij dhe njohja e afërt me Krusitën i japin një perspektivë të veçantë mbi situatën dhe e lejojnë të analizojë me saktësi interesat dhe preferencat e saj.